Ramushi e vjedh armën e babës, edhe e man dikun një 10 dita, 15, manevron me to, s'besoj që i ka pas ma shumë se 7-8 vjetë, 10. Emri i Ramushit është emri i Ramushit parë, i Ramush Os Haradinaj, edhe Ramushi ne veç kemi qenë një familje, edhe pse dhe me thonë kemi jetu në bashkësi, mirë po une në moshën dikon 11 vjeçare veç jemi ndo, me gjithate kemi jetu gjatë në Nikolem. Ramushi është ma i ri se unë, i ka dikun 8 vite, por që edhe ai është i brumosur kryesisht, do me thonë me këto ngjarjet, me këto rrethonat, sepse ata ishin ma të ri, por me gjithate me grupin e Glogjanit, që do me thonë ka qenë rrëfysi gati i krejt komunës Deçanit për atë kohë, sidomos vitet 81 kur edhe Ranenburg, jo veç Baca Smajl, po edhe grupi tjetër, i shumë intelektualve, pra pikrisht Nazmi Selmanaj, Ali Selmanaj, plot tjerë që ishin, do me thonë ata në atë grupin e ilegales, fillimisht ilegales, e pastaj grupi i tyne që ishte grupi intelektualve krejt Deçanit, edhe pikrisht, do me thonë, edhe Ramushi, edhe Vllavim Abedini, edhe ne, ndodhen disa ngjarje që në shkollë fillore atave që kishin marrë do adresa të Vurgjev ku janë këta, dhe pikrisht, do me thonë, policia qysh heret edhe ata i kishte marrë disa informacione, i kishte marrë në pyetje, dhe aty filloi ai rrugtimi tyne. Ramushi është interesant se ka pas marak shumë në armë. Dhe pikrisht babaj ime ka pas një armë e leje. Dhe vike aty u luishin me fëmijë, edhe ndërkohë Ramushi e vjedh armën e babës, edhe e man dikun një 10 dita, 15, manevron me to, edhe në fund do me thonë kurve që murën vesh që dikun revolja ka hupa i e kthen e gjunë, do me thonë ka qenë shumë i ri. S'besoj që i ka pas ma shumë se 7-8 vjetë, 10. Emri i Ramushit është emri i Ramushit parë, i Ramush Os Haradinaj, djali migjes babës ti, i cili edhe i ka qenë në luftën e dytë botërore, dhe pas luftës ai kthehet, do me thonë ato brigadat, aradat që shkanë qenë atë kohë, kthehet dhe smuret nga mushkrit, dhe dërgojnë Beograd spital. Dhe atje sigurisht që trajtimi ka qenë jo i mirë, dhe Ramush Haradinaj i parë vdes atje, varroset në Beograd, dhe sot e kësaj dite, do me thonë, disa herë kanë kërku, por numri i varrit edhe ato as edhe një herë nuk janë gjetë. Edhe pse, do me thonë, edhe Ramushi e ka thonë vetë në disa intervista që do të bëjmë përpjekje me i kërku prap, por që peng i familjes tonë është varri i Ramushit, që ky man me shumë pietet, me shumë krenari, dhe jemi shumë krenar që Ramushi e man emrin e një Ramushi tjetër, i cili ishte simbol i familjes tonë.